Kompanitë evropiane të naftës dhe gazit që shënuan fitime të mëdha në tremujorin e parë për shkak të rritjes së çmimeve të shkaktuara nga lufta në lindjen e mesme përballet me thirrje të reja nga Londra në Paris për të taksuar fitimet e tyre të tepërta. Giganti i naftës Shell raportoi rritje prej 24% të fitimit në tremujorin e parë. Rivali BEP raportoi gjithashtu fitime më të larta muajin e kaluar, ndërsa Total Energies e Francës tha se fitimi neto u rrit me 51% në 5.8 miliard dollar. Analistët presin që fitimet të mbeten të forta këtë vit. Sipas Oxfam, 6 nga kompanitë më të mëdha të karburanteve fosile në botë, Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil dhe Total Energies parashikohet të fitojnë 37 milion dollar shtesë në ditë në vitin 2026, krahasuar me vitin 2025. Këto rezultate kanë nxitur thirrjet në të gjithë Evropën për taksa shtesë mbi fitimet e kompanive të energjisë, të ngjashme me masat e vendosura pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022. Në fillim të prillit, Gjermania, Austria, Spanja, Italia dhe Portugalia i kërkuan së bashku Komisionit Evropian të vendoste një taksë në të gjithë Bashkimin Evropian mbi fitimet e tepërta nga kompanitë e energjisë gjatë rënditjes së naftës të lidhur me Iranin. 5 vende thanë se masa mund të ndihmojë në financimin e skemave të mbështetjes së konsumatorëve, në frenimin e inflacionit dhe në lehtësimin e presionit mbi financat publike. Një muaj më vonë, pasi firmat më të mëdha të energjisë raportuan fitime të forta, debati u intensifikua. Në Brendërinë e Bashkuar, kompanitë që operojnë në detin e veriut mbeten subjekt i taksës së fitimeve të energjisë, një taksë e përkohshme mbi të ardhurat e papritura e futur në vitin 2022. Taksa aktualisht është 38% deri në vitin 2030 përveç taksave ekzistuese të sektorit, megjithse zbatohet vetëm për fitimet nga prodhimi i naftës dhe gazit në Mbretërinë e Bashkuar.